timi është me shpenzimet e tija, ka një çmim i cili në ndryshim nga budallëqet që ju tregojnë se si të bëhen të suksesshëm të gjithfarë mitomanëve që janë sot, ka çmim të respektuar prej 6.000 lekësh të reja, por që ja vlen çdo centezimi, jo çdo lekë. Megjithse juve nuk patët fuqi ta botonit, ju pak kopje keni botuar. 50 kopje bona se po nuk blejnë, as nuk lexojnë, edhe me udhëruar nuk lexojnë njerëzit. Ka janë dhënën mas celularit, shohin aty në Facebook, shohin në Google, nuk lexojnë kush libra, sidomos vetëm ca studiues edhe ca moshat e vjetra, të rinjt nuk lexojnë fare. Ndërkohë që ky është një libër, le të themi, jashtëzakonshëm që plotson një periudhë të errët të Shqipërisë që nuk ja vlen të merrem me budallëqe në fakt që dëgjojmë lart e poshtë bazuara në folklor dhe në këngë ma e krahut që i dëgjojmë, por janë përkthime serioze. Atëherë përveç kësaj kemi edhe në një vizitë në Kishën e Deçanit dhe na jep informacion pikërisht ajo që thatë juve për xhaxhain e Pjetër Bogdani, Dom Andrea Bogdani. Shkuam 40 burra me kuaj, thot, shkuam atje dhe mbajtëm atje, spjegon përkthente ky se i dinte 4 gjuhë, dinte turqisht, serbisht, shqip dhe italisht dhe latinisht, dinte 4 gjuhë të huaja. Përshkruan shkollën që kishin hapur Prishtinë në gjuhën shqipe? Kanë hapë shumë, kanë hapë në Pllon, kanë hapë në Kallmet, kanë hapë në Mirdit, kanë hapë në Mat. Shkollat edhe thot, spjegon thot, shkollat thot, i pranonin thot, nga fëmijë nga 7 vjeç deri 20 vjeç, edhe të rritur sepse donin ata të mësonin gjuhën. Edhe ne thot i përgatisnin, pastaj i çonim disa nga ata i çonim në kolegjet italiane, në kolegjin e Lirik të Loretos, në kolegjin e Fermos dhe në kolegjin Urbanian. I çonim. Pra që mos më shkue pa di gjuhën edhe po. Diçka shumë interesante. Përshkruan edhe bashkëtesën midis komunitetit shqiptar dhe atij egjiptian, ose gabel, që thoshin në atë kohë. Çiko, kur i vrasin ata dy që i ngulin në ujë, dy priftat, i marrin 2 fret, ne kemi bërë emisionit tjetër që i ngulin në ujë mes Shkodrës. Ata gabelit vinin me tupan edhe me def edhe me klarinet duke bën festë rreth asaj, ngjarje shumë e shëmtuar. Ndërsa një djalë që ishte nga i balli, ka shkruar emrin, ishte qirak të një muslimon në Shkodër, se në Shkodër nuk lejoheshin katolik me banua. Shkon edhe njëri nga ata dy priftit, ja kishin ngul, unë një kishte dal nga krahu i majt, kishte me gjallë dhe kërkon ujë. Ky i ballë si i çon verë, thot nuk dua verë, dua ujë, i çon ujë dhe rrin për gazet 6 orë ngulën mu. Pastaj atë jevgjitit duke i ra tamtameve të atje. Ishin arabë që i kishin punuar turqit mas pushtimit Shkodrës. Dhe është shumë e shëmtuar, domethënë, ata persekutoheshin dhe ata bënin festë. Është gjë shëmtuar. Gjithashtu ka edhe këtë që thatë juve, shpjegot në imësi për supersticionin dhe ndarjen e kufomave. Është skandaloze ajo Kotorit dhe kjo Mirditës dhe asaj Zadrimës janë skandaloze për të vërteta, asaj nuk gënjen aty. Është një histori në fakt e jashtëzakonshme, një kronike jashtëzakonshme e Shqipërisë atyre viteve nga viti 1634 deri në vitin 1652. Zoti Palnikaj, po mbrapa ka gjithashtu, por kam idenë që më mbrapa historia shqiptare ka më tepër shkrimet. Ky vitet e fundit, mas vit 1652, e morën pedagog në Fermo. Dhe atje e dorëzoi për botim librin dhe nuk u botua dhe meti në Fermo, çudi që nuk ka përfunduar në Vatikan, në propagandë fide. Dhe aty meti u varros për 370 vjet. Kur dolin pension, shkojnë Torino, dhe ata për pensionistat kanë ato manastiret e tyne që ju bojnë hizmet, ju hapin me hangër, ja u rregullojnë krevatin, ja u lajnë rrobat edhe i mjekojnë ata të vjetrit. Ky, kur shkoi atje në Torino, e rishkroi edhe herë librin në format A4. Jo në A5, në A4, e ka rishkruar edhe herë. Dhe këtë gjë,
Unë e kam zbuluar vetëm vitin 2022 mas qershorit. E zbulova dhe nuk e kam marrë akoma. Basi kisha botuar dhe kisha bërë gjitha. Po e kishte botuar dhe është ruajtur edhe e kopja. Tashi ajo nuk e di se që kanë bërë ata, se unë u lidha me telefon disa herë me ata, e nuk ma kryen me në telefon, duhet me shku vete me pasë, si është ajo kopje që kanë bërë. Kam puna shumë sa që është edhe një portret që s'kanë bëjt, e kam Milano që s'kam shku me marrë edhe ato. Pasaj kam dokumenta tjera, po marrë atje kam kalpotën i kalanë historia e kryengritjeve shqiptare, revolucioni në Albania, 1080 faqe dërshkrim, manuskrit si kuj, 1080 faqe për kryengritje në Shqipëri. Karl Poteni ka qenë një Gjerman, ka qenë krye peshkvetivar dhe vikar apostolik për krejt katolikët e Ballkanit, dhe ka qenë shumë i përgatitur. Dhe ka bënë libër që nuk është, e ka quë këto, e ka quë për bëtim se kanë bëtu dhe ka me të dhaj në arkiv. Tash i duhet me marë, po hajtë t'i gjenë pare se duhen shumë lekmi. Okej. Unë kam besim të ty, vedëm i të uroj shëndet e takat, edhe pse jo edhe ndonjë ndim nga shteti për këtë punë, sepse sa rrim e tjerim historira, ndërkohë në historinë e kemi të shkruar. Shikoj, janë dokumenta këta bëm para... Italia në fakt ka dokumenta pa fund. Para 3 ditë shpruni Lucia Nadin një libër për shkollën shqipe të Venedikut. Ishte 20.000 lekë i libri, malë shumë prestigjos, edhe e kishte botua në statik edhe ajo i këto dokumentin, e kishte botua me ngjyra lexuaj. Edhe të regonte për historikun e shkollës atje. Dhe ajo ka bo, edhe ka gjetë edhe i dokument tjetër aty, në Bibliotekën Marciana ka gjetë atë kanunit e Shkodrës. Është edhe ajo shumë i rëndësishëm për historinë. Shumë i rëndësishëm. Mënyra si administrohet qytetet shqiptare. Në atë arkiv është gjetë edhe Katasto Veneto, regjistrimi i vitit 1416, që është bërtuar nga Kordinjoni në 32-shin. Është 2 volume. Është një mrekulli e Zotit, ka dhona para Skënderbeut, vitin 1416, dhe i ka 7 faqe me fjalë shqipe. Fjalë, jo fjali, por 7 faqe, ta kam dhonë printuar ato. 7 faqe me fjalë shkruara shqip, kam mall, buz gjarpën, i ka 7 faqe. Për para Skënderbeut. Po, nuk e thonë që është formula e paksimit është e para, po është kjo më e para, se janë 7 faqe, më nuk është një fjalë, janë 300 fjalë. A kupton? Edhe, pra, ajo arkive dhe ajo bibliotek nuk e dim se çka ruë. Është botuar kjo me 300 faqe? Po, kjo është botuar. Dhe kjo është botuar. Me 300 fjalë. Po, është botuar, edhe shqip edhe latinisht. Edhe aty nuk e dim se qa fshihet, se nuk shkon kush me marrë. Në fakt, historia shqiptare, sidomos mbas hapjes, që bëri vendi jonë, çka ju krijoi mundësi studiuesve edhe të shkonin aty, me aq mundësi sa patën, duhet të rishkruar edhe një herë nga e para. Po, duhet të rishkruar dhe duhet sponsorizuar shteti, duhet me quaj institucionin, se nuk bëhet me privat kjo punë. Nuk shkoj do të në sa duhet, se unë për shembull me pas financim, shkoj rri 6 muaj atje, 6 muaj këtu. Nuk rri këtu, po nuk muesh, duhet shteti me i qua dhe me i thonë, jo shko ku dush, po të shkosh në filën vend do marrësh këto gjëra. Bëri përshtypje, tregonte profesor Plum Gjufi kur kishte vajtur në arkivën e Venedikut, krahas me mua tha ishin edhe 2 studiues turq. Unë rria numroja tha eurot se si ti fotokopjoja dokumentat, ndërkohë 2 studiuesit turq i hynë komplet arkivës Venedikut, e fotokopjuan sepse ja u paguan të shtetit turk dhe... Janë vetëm Shqipëria nuk qënë grupe, të gjitha shtetet tjera qojnë grupe studiuesisht të financuar nga shteti. Vetëm një nuk qojnë. Po, shqiptarët e kanë mendjen të ndajnë kur iku Gjermani fundit, me qëra fjalla unë mendoj që ka ikë nesër, po kjo pak rëndësi ka. I dashur Zoti Palnikaj, unë ju falenderoj për bisedën e sotme. Edhe ju falenderoj për ftesën edhe për trajtimin miqësor që më bani. Faleminderit dhe juve që na ndoqët dhe gëzuar fest.